Rikthehemi në studio me pjesën e dytë kontaktuese, ku ju të dashur të nderuar shikues e dëgjues të rrugë vendimit mund t'i bëni pyetjet drejt për drejt në numrin +383 45 471 848, numër ky i cili do të shfaqet ndërkohë në ekran, bashkë me rubrikën dërgo mesazh. Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni me shkrim çdo ditë gjatë javës, por edhe sonte drejt për drejt edhe në Viber e WhatsApp, dhe pyetjet i bëni për temën ose rreth asaj që ju intereson për dhe rreth islamit. Se gjithmonë çfarë jemi deri në orën 9:30 me mundësi vazhdimi në varësi të pyetjeve që mund bëhen dhe telefonatave që mund të zgjasin emisionin. Këtu jemi për ju, mos ngurroni të pyetni gjithçka që ju duhet dhe intereson. Drejt për drejt në numër ose edhe tek WhatsApp e Viberi me shkruar ose edhe tek rubrika dërgo mesazh. Përderisa kushtrimi nga regjia na bën me dije se kemi dikën telefonat, ne falenderojmë atë për punën dhe bashkëpunimin tonë që kemi të zakonshëm, falë të cilit ne dalim para ekraneve tuaja me pamje dhe me zë. Kushtojmë falënderit, ne vazhdojmë tutje me pyetjet tashmë të dërguara në redaksi gjatë javës që kanë të bëjnë me tema të ndryshme, shqetësime ndryshme për dhe rreth islamit. Si duket kemi telefonat, na bën me dije kushtrimi. E pranojmë telefonatën e parë. Alo, Ornoni. Alo, Ornoni. Apo ka dështuar linja, për çështje teknike nuk e dim. Presim mirëkuptimin e telefonuesit ose telefonueses. Selam aleikum. Aleikum selam, o të nderuar, Ornoni. E kam një pyetje se Paula që niste një vjetë namazin duha. Për një detëm dul për gjumë i bo, nuk gëzova më falë. E që ka mekanisme studiu, thasë për falë të ashtë nëse tut në ardhidin zinet, të ashtë është ndalume se 2011 më konë në hatë, pa thonë hoxha, 45 minuta pa hidreka është ndalume më falë. Ala? Dhe pyetja konkrete? E po du me ditë veç kur është ndalume, koha më falë. Se kur nuk e lo, veç kur kam në mjeka, në punë. Se në shpe kur jam, gjithë e falë namazën do. Veç po du kur është ndalume, që kanë ta 7 minuta pa hidreka, 5, po nuk guzova më falë. Me në regull, ta shë mene përgjizim në shala. Amen, bashkë krejve. Amen, alikum selam. Po, hoqë. Po, se i përket kohës e namazit duha, a i hytë dhe thëtë në gjysore mas lindjes e djelit, deri dikon 15 minuta para hyrjes së drekës. Mi po, para hyrjes së drekës është hyrja e drekës me takvim. Jo kur thirret e zonit do thot në ora 1. Kështu që po du mu lidh me atë që i ka thonë ai hoxha dikun 45 minuta, ai ka pas parasysh sigurisht domon që e ka llogarit prej kur fillon dreka në ora 1 që falet, për me qenë dhe më thonë mu përfshi do thot në kohë. Kështu që nëse e len mrena që ti intervali mu fal, besoj që je në rregull. Me kohë. Mirë. Vazhdojmë me pyetjet me shkrem. Hoxhë ndërum thot për ne plesht që nuk po kemi mundësi me ranë sejdë për shkak të problemeve shëndetësore. A kemi të njëjtë namazin edhe kur vetëm përkulemi në pa mundësi për me vu kokën në tokë? Allah më shpërbleft, pyetje ose pyetje? Po. Secili do thot që has një vështirësi gjatë hyrjes së një adhurimi, këtë rast namazi, dhe që e ka të pamundur për shkak të arsyeve shëndetësore, kryerjen e namazit në formë të plotë dhe i mungon atina në këtë rast sejdja shembull që s'mundet me bë të plotë, namazi i tij është i plotë tek Zoti Dhul Xhelal. Mirë. Selam aleikum thot juve në studio dhe Hoxhës, kemi këtë problem ose shqetësim familjar. Baba thot i ka dhënë hise motrës, gjë të cilën e ka shfrytzuar deri në kohën kur ajo ka ndru jetë aksidentalisht. Pas kësaj kohë thot kujt i takon banesa në fjalë. Nëse neve, vëllezërve dhe babës ndjerë thot, a me kthy dhe me shit me dhon për sadaka apo si veprohet me të, i takon burrit të tanishëm dhe fëmijëve apo si qëndron puna?
Zoti thotë unë i një kisha lutje për po. motrën. Allah i pas të mëshiru motrën e juj, inshallah Zoti e ka mëshiru, e ka fal, e ka bo prej xhenetlive. Kurse sa i përket kësaj çështje, unë i kisha këshillu këta familjarët që me bashkëbisedu me një hoxh, me qenë se është edhe çështje edhe private, edhe ja kishin do thotë sqaru gjitha ato detajet, sepse prej telefonit po kanë frikë që po hyn hak ose diçka dhe nuk e kisha parapëlqy do thotë me elaboru. Kështu që më e arsyeshme mendoj që Me sqaru ma gjerësisht. mu sqaru më gjerësisht me zgjedh një krejt hoxh punën që që njohin ata që pëlqejnë për shembull dijen e tij, kanë besim tek ai edhe e bashkëbisedojnë me te. Mirë, në rregull. Fatkeqësisht jam bërë shumë, por thot ne si t'i njohim më nga afër dyftyshat në mesin tonë, si cilemi me ta dhe më kryesore si të mbrohemi për tyre hoxhë nderuar. Zoti na rujt, dhe më thonë, dyftyshat janë e kategoria më e vështirë e shoqërisë. Dhe jo rastisht për shembull kur ka fol pejgamberi alayhi salatu selam për ta, kur ka fol Kur'ani për ta, sahabët kanë qenë që më shumë të janë friksuar se mos rastisht shembull kanë ndonjë prej këtyne cilësive në veten e tyne. Edhe janë rujt edhe kanë porosit një tjetrin e kështu me radhë. Prej cilësive do thotë dyftyrshave janë sikur që i ka përmend pejgamberi alayhi sallam ka thonë kur flet gënjen. Kur i besohet diçka për shembull e humbate. Edhe e treta ka thonën kur premton diçka nuk e zbaton. Këtë thot nëse një person i ka këto 3 cilësi, Zoti na rujtë është dyftyrsh i plot. Nëse e ka njënën prej tyre, më shumë e ka një hise të nifakut. Pastaj kjo dyftyrsia për shembull është kategori, dyftyrsia më e rëndë është atyre të cilët për shembull sikur që kanë jetuar në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ata kanë shfaqur islamin e tyre me pejgamberin alayhis salam edhe me muslimanët, kurse në veten e tyre e kanë fshehur do thotë mosbesimin ndaj Kur'anit edhe pejgamberisë Muhamedit alayhis salam. Dhe për ta ka thonë Kur'ani shembull që janë në shkallën më të ulë do thotë të xhehenemit. Për arsye të dëmit që ja kanë shkaktuar shembull muslimanëve, do thotë për gjatë historisë. Kështu që tani ne nuk mundemi për shembull me apostrofu një person të caktuar që për shembull ky është dyftyrsh për shembull, përveç se nëse ka disa prej këtyne cilësive që vazhdimisht i ka do thotë edhe që i kontraditën e tij që nuk tërhiqet prej tyne dhe zhgënjen personi largohet prej tina. Do më thonë nëse ka shok, do më nuk bën më shoshnu me te, do të më largu prej ti për arsye se domi ti është i madh, mundet do më dëmtu materialisht për shkak të aty në premtime edhe që të zhgënjen edhe nëse është për shembull në aspektin fetar mundet me dëmtu fetarisht, kështu që nëse e shef një person që ka disa prej këtyne karakteristikave, tërhiqesh prej tina. Edhe do thotë do më largon ato, i shmong ato kontaktet, përveç ato që ka i hitë domosdoshme sikur që është kolegu për shembull në punë, disa prej atyne të afërme që si qare, disa prej atyne lidhjeve farefisnore kur binë për shembull rastet caktuar sikur që janë vdekjet e ngjarje të ndryshme, për ndryshe, do të thonë personi zgjedh për veti vetëm njerëz që janë të sinqert, korrekt, edhe pse të pakta të rrallë, po nëse nderon Zoti me ta do të më mbajt edhe me falënderu Zotin që të ka begatuar me një shok ose mik të mirë kështu me radhë. A bën t'i qojmë në vend, thot edhe ato amanetet familjarëve tanë, fundit cilave veprave është ngatresa deri tek belaja madje. Si çka për shembull si ka përmend, po
Sido që tjetë në esencë emanetit e familjarëve, quhen ato që janë shembull të shëndosha. Si për shembull nëse familjari e lën emanet me ndihmu për shembull një person të caktuar materialisht, për shkak një gjendje të caktuar të rënë ose diçka tillë, por që janë diçka të shëndosha, të dobishme, që kanë të sevap, që kanë të një vepër të mirë, që është për shembull për ndihmë tjetër të bën me i çu këtë emanetin në vend. Çka janë ato emanete të cilat thërrosin në mëkat, që thërrosin në ngatresa, ato nuk bën me i çu në vend. Nuk bën me i çu në vend, edhe nëse e ndin veten për shembull që ti kalon fjala vjen ndoshta prindi, ndoshta vllau, nëse ose kushdo që tjetë dikush, çka janë prej këtyne që emaneteve që ti e ndin që mundet me pas fesate, edhe pra po them se ka potencuar atë se çka, ato nuk bën me i çu në vend. Edhe nuk ngarkohesh edhe nuk je mëkatar. Sepse ti je të u bë do thosh shkaktar, me ndalë do thot një të keqen, një sprov që mund filtru për shembull aty, mësut në rujta familjara, mu qelë gjonat e cilat pra po them nuk po e di se për çka bëhet fjalë, po në esencë, në parim, nuk bën me i çu në vend gjona që thirrin në mëkat, në ngatërresë, në diçka që si kontribon për mirë, do thot, shoqënisë. Cilat janë kushtet që duhet të ndjekur për një syneti pa gjunah? Po synetijas, do me thonë, në esencë nuk është një rit fetar, mirë po edhe nuk është e obligueshme disa që e kanë bërë si pjesë përbërëse, do thotë sikur për syneti organizojnë ahegjet e mëdhaja, pastaj organizojnë aty muzikë kështu me radhë. Po nëse një syneti, ajo çka është kërkuar fetarisht, është për shembull që për djalë prejen 2 kurbana, nëse janë mundësit. Nëse s'janë mundësit, mundet mu vetë mjaftu me 1 kurban, për shembull, për vajzën është 1 kurban po ashtu. Ky kurban prejet ditën e 7, 14 ose 21, do thot nëse kanë mundësi, nëse jo, mësoj date kur dush që i kanë rrethonat mundësit, mund me e bo thirrjen e kurbanit. Kurbani është i rëndësishëm, se ka thonë pejgamberi Islam, thot çdo foshnjë është e lidhur do thot me kurbanin e tij. E kurbani është edhe falënderim ndaj Zotit për begatinë e fëmijët. Po edhe në anën tjetër është mburoj kurbani prej cytjeve të shejtanit të mallkum për foshnjën. Tjetër për shembull, ajo neja mundet për shembull atë mishin e kurbanit me bo për shembull gosti edhe me thirr miq, dashamir, familjar të tina, që është në atë kuadrin e falënderimit ndaj Zotit edhe me nda atë gëzimin e tina me të dashnit e tij familjarë të afërm. Po nëse nuk i ka mundësit, fjala vjen është jashtë, ose nuk ka aty njerëz, i ka krejt këto, ose mundet me e lanë ma vonë, ose mundet edhe me shpërnda mishin e tij, kështu me radhë. E dyta është mirë shembull nëse mundet dikush që e din mirë do thot këtë prerjen do thot të flokëve, është mirë mu hek ato flokët edhe është prej sunetit që më peshorën në bazë të peshës aty në flokëve, i pët sadaka për shembull lirtarit ose të argjentit. Kjo është do thot në esencë sa i përket asaj domthonë ceremonisë së synetisë, pra nuk ka diçka të lidhën në aspekt fetar që është formë rituale, sikur që nifet e na që bëhen në ahegje kështu me radhë, është formë më e thjeshtë, por ajo që është e rëndësishme është kurbani, që është do thotë të jetë i rëndësishëm, edhe falënderim ndaj Zotit, po edhe është begati për fëmijën, do mburoj prej shejtanit mallkum. Pastaj gjonat e tjera do të më mundu që
nëse vendosin me pas një neje, kështu më mos me pas në te muzikë, mos me qenë për shembull bashkë, do më thonë gjunit është mirë, edhe me unë nda për shembull me pjesë, me edhe Koha kur është e preferuar sunetia? Si? Koha, kur është pas lindjes fëmijës, kur është e Do më preferuar thonë e sunetia? përmena, dita e 7, U e përmend prej 14 kurbanit, ose 21. Okej. Dhe më kjo është koha e thirrjes së kurbanit. Nëse pas deri në këtë kohë nuk mundet më organizu ose për shkak mundësive rrethonave, kur dush më asaj kohe, munden do thot me e pri dhe me Po, kurbani në rregull, kryerja e sunetisë. Synetia nuk ka kohë të caktuar. Ajo, Nuk okay, ka kohë të right. caktuar. Do më kur dush ata mbos gjendje së shëndetit fëmijës, Po. mundet me e bo njën e parë, muajin e parë, mas një vitit, më nuk S'ka diçka të caktuar. nuk ka diçka të caktuar. Ju presim telefonatën e radhës. Alo, urdhëni. Mirëmbrëma, selam aleikum. Mirëmbrëma, aleikum selam. Pata mja bën një hoqës. Po, veç urdhëni. Motra fale për burë, bashkë në shpet. Po, buke ka njës pa po haran, ka po fale. Që shdu të veçun të shkollë, ka nësa e përshamë dyrë, në rekata e fale, e jetë selam. Aha. E kjo për i brejnë, po të që gjyrë me reagu moshën të së daga, a du të falë me ta, a du të vazhdu më falë Vet. vetën. Po. Që kjo ke pytja. Veç që kjo pyetja, po? Po, që kjo. Në rregull, tash e më përgjigjen inshallah. Allah ish për brejnë. Amen, kreve bash. Atëherë nëse e ka të shpesht këtë harresin, do thotë që është ndoshta një rezultat i ndonjë smundje të caktuar kështu me radhë, që e ka harresin kronike dhe që thujsen pjesën më të madhe të namazeve i ndodh me harru, atëherë ti motra nuk falet me te, do thotë si xhamat, por falet vetëm. Kurse kur të falet do thot bashkëshorti, është mirë ajo me i nejt gati aty afër, të paktën vetëm farzin sot ta fal, që nëse i mbien me harru për shembull për diçka me i prek me dorë që për shembull nëse do me dhonë në recatin e parë selam, me i prek me dorë që me thonë se me i bën një isharet që mu ngrit në rekatin e dytë e kështu me radhë. Në rregull. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, për çdo rast u rikujtoj numri +383 45 471 848 në gjendjen e Viber e WhatsApp, si dhe tek pjesa dërgo mesazh tek kutia postare. I keni të shfaqur ato pasojë gjatë kohës në televizor, mi presim telefonatat tuaja. Në ndërkohë vazhdojmë me pyetjen e radhës. A konsiderohet pjesë e xhamisë edhe obori i saj dhe si rezultat a duhet t'i falin 2 rekate të hyrjes në obor xhamisë, apo kjo vlen vetëm për hyrjen në objektin e xhamisë, domethënë falja 2 rekateve sunet. Falja 2 rekateve do thotë është masi të hyn për shembull xhamatliu në xhami. Jo dhe në obor saj. Jo dhe në obor. Mirë, po nëse ndodh që shembull vjen në ditën e xhumo, dhe shet që është mush edhe oborri i xhamisë, ai nuk mundet me hyn brenda shembull për me nxon një vend aty më ul, atëri fal 2 rekate aty në, do thotë edhe ulet e pret hyjtën pastaj me vazhdu e kështu me radhë. Mirë. Bën të përdorim për tesbih, dhikr e lexim të ajeteve kuranore pajisin e mençur që vendoset në gisht, i cili na tregon numrin dhe lëshon Zot gjatë përdorimit të saj, thjesht për lehtësu këto procese. Shifni, përmendja Allah Dhul Gjelal nuk është e kufizuar për shembull në numër. Zoti i Madhreshëm ka kërkuar prej besimtarëve me përmend shpesh Zotin e Madhreshëm, sepse përmendja Allahut e shton imanin tek besimtari, e shton dashninë e Allahut, e shton bereqetin e Allahut karshi robit, e ka do thotë shumë prej dobive të mëdhaja edhe prej shpërblimeve të mëdhaja tek Zoti Dhul Gjelal. Allah i Madhreshëm në shumë vende ka përmend dhe ka nxit besimtarët me përmend Zotin Dhul Gjelal. Po nuk e ka caktuar për shembull me numër. Kështu që një besimtar i mirë mundet me përmend sikur ka thonë Allahu alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
ata të cilët e përmendin Allahun kur janë në kam, do thot kur janë duke ecur, kur janë ulur dhe kur janë shtrirë. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Edhe mendojnë në krijimtarinë e Allahut dhul Jalal, në krijimin e qiellit të tokës. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. O Zoti ynë, ti vërtet nuk e ke krijuar krejt këtë gjithësi, këto çka ne e shohim dhe çka nuk e shohim. Nuk e ke krijuar për asgjë, pa qëllim. I lartësuar qofsh dhe na ruaj neve prej dënimit të zjarrit. Tani, nuk sa i përket përmendjes se Allahu dhul Xhelal nuk ka nevojë me përdor diçka të caktuar besimtari. Mundet sot ka mundësi prej do thot dhikrit me shtu, do thot gjatë tërë ditës e kështu me radhë. Kurse sa i përket do thot dhikrit të mas namazit, që është numri caktuar, nëse për shembull besimtari për shkak të moshës harron apo për ndonjë arsye të caktuar nuk mundet me i mbajtë mend numrin e dhikrit, bën me i përdor për shembull tesbih ose ato të ngjashme me to në kryerjen e këtyre adhurimeve. Për shembull, siç janë 33 subhanallahu alhamdulillah Allahu akbar. Kurse sa i përket dhikrit gjatë ditës nuk është patjetër me përkufizu për shembull me numër që të mundona që secilën ditë bëj, domethënë numër të saktuar. Mirë po, nëse e përdor nuk ka të keq inshallah diçka. Po, në esencë nuk ka nevojë mu ngarku me diçka që Zoti nuk na ka ngarku me të. Ato që e ka lyp Allahu i Madhëshëm është dhikri dhe atë e kalon të lirë mbrana mundësive tona, do thotë jo të përkufizuar në numër. Me presim telefonatën e radhës. Dhe gjena për me dhije nëse nuk kemi humbur linjen, ne presim telefonuesen ose telefonuesen. Alo, ordoni. Selam aleikum. Aleikum selam. Selam. Ka tjetër në televizion se po ta pyetja? Po, veç ordoni. Vllai dashur, jam i smut prej magjia. Allah të lehtësoft. Faleminderit, Allah shpërblet. Po ta i pyetje. Po, veç ordoni. Aq ma shumë që ngoj Koran, aq ma shumë kom dhinë barkë dhe lëvizje, shpatulla dhe kom siklet ma shumë. Dhe më thonë, aq ma shumë se në kënoj lexoj ose ngoj Koran, aq ma shumë më rritet friga, paniku, edhe smuna dhe ma shumë. Lëvizje kom atë shumë atë mbaj dhe dhinë për sot. A me ngu Koran, dhe më thonë shumë sot muj, edhe që kom dhinë që kom siklet shumë, apo me ngu me i farmase. Në rregull. Pyetje tjera? Jo, që ta. Zdia kom kuptan vllai. Nëse s'të kena kuptu telefonon pra, pa problem hiç, mos ngërra. Po mundohem me të dhënë hoxha përgjigjen. Po, tash drejt për drejt. Amen inshallah, bashkë. Kur lexoj shumë, kam frikë më dal jashtë. Ftohen frikë. Mirë po realizis shtohen. Unë më ka gja shumë smutë, për shta për më nëjë Allah, hele, po më nëjë që asë kështu, vllai dashur namazin e ki të rregull të... Ja, kom të rregull shumë. Alhamdulillah. Do më po. Mashallah. Ti më utu të heq inshallah, po unë po të përgërzoj me ndihmën e Allahut edhe ajo ka përqenë e kaluar inshallah frikë. Unë jem konë majstor Gjermani, bokser, të rem, subhanallah, po kur kapin të tutë, tutë në më dalë jashtë. Shife, e ke po për shembull nuk është e rastishme që ne kur të lidhemi në namaz, pse është e zgjedhën fjala Allahu Ekber, që do me thonë Allahu është më i madhi, që nuk ka do thot për mi Allahu dhul Xhelal kush as pushtet, as fuqi, as kurgjë. Edhe gjinet, edhe shejtanët janë krijesat e Allahut dhul Xhelal. Dhe ato nuk mund me bëhet ndam edhe ndikim tek robi i Zotit vetëm se me lejen e Allahut që Zoti na sprovon imanin ton, besimin ton. Kështu që ti vazhdo me me ndëgjimin e Kur'anit. Edhe i ndëgjon ato ajete të cilat janë disa për shembull të caktuara, të përkufizuara që janë të sihrit,
Edhe nëse nin për shembull dhimbje, ti vazhdoje, për shembull sot mundesh me përballua dhimbjen. Sepse unë po ta tregoj një rast, e tregon një hoxha, ne ka në botën arabe dikun ka ndodhur. Dhe i thot një person për bashortën e tina që ka siher, edhe i thot hoxha me lexu suratul Bekara. Po, nëse s'di me lexu e ndëgjon, edhe gruaja e këtina. Fotografi e të nërime, e më livrejshin kom, e më shpullin kom, atë nesët edhe ma shumë s'muna së panë Allah. Edhe ky hoxha, po, ndëgjon tani do ta tregoj një histori, do thotë. I thot ti bashortit, do më thonë, ti xhamatit thot që bashortes vet le ta lexon suratul Bekara. Edhe ajo e ka lexu disa herë gjatë ditës, edhe pse ka pas, do më thonë, shqetësime, ngarkesë, derisa një ditë prej ditëve ka vjell, mos e gjini su ne ka mojt mos sihrin brenda personit. Edhe ka vjell edhe, do më thonë, e ka nxjerrë sihrin të cilin i është bë atina prej ati dëmon njerëzve xhelozë se ça mendojt keq. Po. Kështu që nëse për shembull ti nxjerr diçka prej kelbozit ose kështu për shkak të leximit, inshallah Zoti i Madhnum të ndihmon dhe të largon këtë sprovë të cilën jetu sprovë. Gjithmonë mbështeton Zotin Dhul Xhelal, kë shpresoj shpërblimin te Allahu për çdo sprovë, për çdo vështirësi. Po edhe me konsultu për shembull ndonjë hoxh shembull që bën rukje, edhe më ja tregu për shembull rrethonat, edhe më i thonë që unë jam në rregull namaz, edhe ndëgjoj Kur'an, edhe i kam këto simptoma, edhe ai diçka besoj që do të Kanë dhe jam në për xhamia së dy vjet kom fejnë në xhami, në xhami, edhe më kanë thonë që shumë e fortë duhet me vazhdu tonë për në gazë Kur'an, për namaz Kur'an. Po. Prej Kur'anit nuk bë mu largu, do më thonë, sa ajo është dritë edhe shpëtim. Nuk bëj shumë, e tale ka pak kështu, më letësohet, si të zëj Kur'an në Kur'an, po të më kapin frikë, a më kam shumë shemull së të këfullat, kom shenja të qarta, edhe për ta alhamdulillah, Allah më ka bo dhe shimtarë që shta anëra shumë, kam lëviz në për qëpe edhe hetën shumë një, shdajt për anit që është për shemull, ajetët shumë për rrupje që janë, indikani, i merë vesh në trup me një që përrejnë trupi, edhe barku edhe gjithë lëviz, më në kuptan shumë qartë që qa ka bon, por ma sa nejtë bon që për bodal, edhe më nejtë që për më ndoj Kur'an shumë, edhe jam ka të prej në Kur'an, ja pra të më nëllë prej Kur'an e ka pak. Unë po thëmë jo më nëllë prej Kur'an, gjaka në i kësëm, obligimet sa me gjarë për kry, qëtë gjash në regull, mu po më vinë më shërua, edhe të vazhdoj shtu vajta në Kur'an. Po, vetëm vazhdo se inshallah Zoti i Madhreshëm nuk ka me të lonte vetëm në këtë çështje, ke për ta pas ndihmën e tina, kujdesin e tina edhe jo. A më ditë në apëshona natën, ashtu me në fali 5 sabahit, i bëjt vikën e sabahit, e në bëjt tunën bëkare, s'nej pak qona tonë kurën e gatë, vukmena në Kur'an, në alim në vukmena të veshë dhe të qona që nga në dinë dhe zvesë, ashtë shumë sa që që më shmenë, po për të koncentrohë shumë në jetë Allah të Kur'an, atë e kitë dhe në përdrop, po të hapë mirët, si të alëshesh Kur'anin, ka më të hapë mirë, ka më të bëhë Allah, subhanallah. E rëndësishme është Allah e tim, do thot namazin me pas të rregullt, edhe leximin e Kur'anit me pas do thot të vazhdueshëm, edhe ndëgjues sot kesh mundësi me përballua të dhimbjen edhe se sa më shumë që ty e do thot të jep siklet qaq më shumë i dje Kur'ani atina. Çdo namaz, ma bën halal, çdo namaz që fali shemull, i knejt kësuet e këto që e brokje dhe samin dhe që kitabu, amen Rasulë vë të muaj të shatina Allah, ajetën përsi, i knejt suen zilzeleha, këtë ajetë që për magji knejt, edhe më kapë edhe mazi, atë nuk u zes me alon, se si ta alon ku të më përsi, subhanallah, më bënë si më konë budal, edhe në konë si budal, që më shua kutën,
thënë një ka ma një ngova shumë, e tre ngova shumë, edhe në Afrika ma shumë, vemi vanë se breket, kom, më dhamin, kom, poshtë, më dhamin, barku në livret, si do mos në nautë, shumë ka marrë gjumë, vla, jam, ta në nautën e glasë për anë, ka në livret ka barki, livret që në shpansa, në kista, thashtë, elhamdulillah, është ka thru, por të nesë, por ta bënë fitnë, jam në vru, jam në shatë, jam turë me daljasë e shatë, si më njëherë, fitnë ato në po djemë. Po. Se në s'kam frikë për njerëz se se pa në Allah s'kam zhra pasë, për të më të s'kam zhra se këfalasën e shumë tajtë, po jem bërkësa jem ma qimë shtadi për ma rejtë, të s'kam frikë. Po të e frikësot Allah, si të di se shka ka bëndë edhe, po jesë për bona si mija. Na frikën do të me pas vetëm të ndaj Zotit Dhul Gjelal, për gjënohet tona, për mangësit tona dhe me kërku të istikfar, kurse për krijesat e tia, të këqia, të liga, do të me kërku mbrojtjen edhe ndihmën e tine. Kështu që përdori edhe kohën atë për shembull sikur që është koha e tretë e natës me lutje. Lutë Zotin e Madhreshëm, sepse në atë kohë shkampi e Islam thot Allah i Madhreshëm çdo herë në pjesën e tretë natës, thot a ka kush që të më lutet që t'i përgjigjem, a ka kush të kërkoj diçka që t'i jap, e që të me të bon mesin e atyne të cilet i begata Allahu duke u përgjigj lutjeve të tyne. Amin, inshallah Allah e ta lehtësoft e dhosht forcat me përballuar me të igalu këtë sprovë. Gjithve inshallah. Amin, kemi bashkë. Për koronit që kanë bënë koronë shumë, edhe janë dhau që e konë për dhau, edhe që ashtë për më bënë gjithë. Allah të lehtësoft. Selam aleikum. Alaikum selam wa rahmatullah. Këtu dhe përpëmëdojmë për sonte, me lutjen të këllaj madhishëm që të gjithë të provurve të në lehtësoj sprovat dhe të na shëroj nga ato me cilët na ka sprovu. O gjallë është përbleft për çdo fjalë të thënë. Inshallah të gjithë shpëtim edhe ju e Zot ju shpërbleft për punën edhe që jeni të palashëm dhe thot në realizimin e këtyre misioneve që ne pa punën edhe angazhimin e juaj nuk kishë mujt me u afru dhe thëtë pas qasjen tonë me publikun, me xhamatin, me Zot ju shpërbleft. E djashme kjo, gjithmonë falendruesa e mirënjohës për çdo kontribut të dhënë. Të ndërani me ne të dashur të ndëruar shikues të dëgjues, ne jemi prapë sot një javë me juve, gjithmonë nëse na ka dhënë jetë. Zoti i Madhëshëm, direkt selam aleikum dhe mirëmbëjtje.